Nëse vuani nga sheqeri në gjak, konsumoni këto kombinime të ushqimeve. Tashmë se vezet janë ushqime dhe po ashtu një burim i shkëlqyer i proteinës. Sidomos, simptomat e sheqerit të lartë në gjak ndikojnë në vizione të dobta, verbëri, dëme nervore dhe probleme të veshkave dhe të zemrës. Ato tek meshkujt mund të ndikojnë në krijimin e impotencës. Duhet pasur parasysh se duhet të eliminoni ushqime që rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Një mënyrë efikase për rregullimin e niveleve të sheqerit është kombinimi i vezëve të zjera me uthull, citon Elthisajt. Pastroni një vezë nga lëkura dhe hapni disa vrima në të. E vendosni në një gotë dhe hidheni në uthull. E lini të qëndrojë gjatë gjithë natës. Në mëngjes hani vezën dhe evitoni uthullin e mbetur. Në mëngjesin tjetër përdorni të njëjtën teknikë. Kjo është një alternativë shumë e mirë për të marrë efekte pozitive. Kjo bëhet fjala gjithashtu edhe për personat që janë të predispozuar që të preken nga ky shqetësim dhe jo për ata persona që vuajnë nga diabeti.